Raportimi I krerëve të institucioneve të drejtësisë mbi veprimtarinë e tyre për vitin 2024, përfshirë këtu edhe kreun e SPAK Altin Dumani, ka sjellë debate mes PD dhe PS në kuvend. Kreu I PD Sali Berisha ka akuzuar mazhorancën se po ndalon deputetët e opozitës që t'i drejtojnë pyetje drejtuesve të institucioneve të drejtësisë. Kjo sipas Berishës bëhet sepse socialistët nuk duan t'ju zbulojnë dosjet që kanë në këto institucione. Mendoj se me këtë qendrim po shkelet një nga parimet më themelore të barazisë midis palëve. Në qoftë se pala që pyetet ka të drejtë të përgjigjet, pala që pyet ka të drejtë lexoj pyetje dhe kjo ka qenë në të gjitha kohrat. E vërteta është që ajo citoni ju është jashtë kontekstit. Pse është jashtë kontekstit? Së pari këto institucione nuk kanë ekzistuar në këtë formë në të gjitha vitet që ju përmendet. Së dyti, ka një taktik që është përdorur edhe për institucionet, edhe për Këshillin e Ministrave, siç e dini, në raste të caktuara për qëllime taktike, opozita vendos të heqë dorë nga pyetjet. Dhe kjo është një praktikë e përsëritur në këtë parlament. Së treti, nga viti 2022 e këtej, pyetjet janë bërë siç duhet dhe zotëri, në të drejtën në rregullorën e parlamenteve të gjithë botës, jo vetëm që ka jep pyetjen me shkrim, por çdo deputet ka drejtën e pyetjes orale të padepozituar. Kjo është e vërtet në Parlamentin Evropian, kjo është e vërtet në Këshillin e Europës, kjo është e vërtet në çdo asamble parlamentare ndërkombëtare. Dhe ju e hiqni këtë pa asnjë të keq. Tani pse ky kuadër? Ju jeni me Katar, të gjithë ju keni dosjet e ata. Ata vetë kanë mëkatet e tyre. Ky është një kompromis që bëhet midis mëkatarëve, se si të mbuloni. Natyrisht unë e kuptoj që Uluziu nuk don që u të ngrihem dhe të pyes se si u çfarë të kujt janë ato dy kostume që I solli Altin Hajri. Nuk don që të pyes për çantën Louis Vuitton. Nuk don që të pyes për 500.000 euro. Deputeti Ulci Manja u është përgjigjur akuzave të kreut të PD-s, duke thënë se të gjitha I kanë gënjeshtra. Në 35 vjet Sali për herë të parë në jetën tënde ke qenë I vërtet kur unë gjitem mbjeshtë I stakut. Si vjet. Se zakonisht ti një lloj si unë kur ngjitesh në mal, na flet shpirti, na flet e vërteta, sepse na thret origjina me sa duket. I vërtet ke qenë si vjet mbjeshtë I stakut se të kam ndjek, se zakonisht I ndjek këto shëtitjet mal, jam I apasionuar pas këtyre gjërave. Aty kur zhvillove atë dialogun me Kalin, mes pasioneve të rinisë që tu ndjes zjarrin nga brenda për të hyrë në Kalë dhe për të bërë xhiro të kujtosh rinin edhe moshës. Dhe në fund e the dhe vetë, në këtë diluftimin mes rinis, pasionit, malit, fëmiris, adoleshencës, rinis, triumfoj kjo e dyta, mosha. E le Kalin dhe the, vendosa të ecin kohë. Sali, edhe të ngjoj opinioni publik, atje është I vërtet, kjo gjithë tjerat I ka gënjeshtra. Se dhe vetë jetën e ka ndërtuar mbi gënjeshtrën. Deputeti demokrat Belind Këlliçi tha se deputetët e opozitës duhet kenë të drejtën e fjalës dhe drejtimit të pyetjeve, pasi përfaqësojnë popullin në një kohë kur ka ndodhur shumë ngjarje të rënda. Kjo është një tallje që bëhet me rregulloren e kuvendit, e mbi të gjitha me kushtetutën dhe me drejtën e fjalës që kanë deputetët. Por kjo është tallje që bëhet dhe me drejtuesit e institucioneve drejtësisë që vinë këtu, se ata as nuk janë zëdhënës, as nuk janë sekretarët e deputetëve që t'i bëjnë pyetje dhe lexojnë pyetjet e deputetëve, se po ja u japim dhe fjalët atyre, dhe të marrin dhe atë 38 minutë kohë që kemi ne si opozit, të na lexojnë dhe përgjigjet tona, edhe fjalimet tona. Kjo që ju thonin, praktika parlamentare, është e konsoliduar në mënyrë shumë të qartë, paktën 2 vjet e fundit. Po të shihni proces verbalin e vitit 2024 dhe të vitit 2023, në faqen 15 dhe 16, keni të shkruar momentin kur deputetët fillojnë dhe I adresojnë pyetje drejtuesve të institucioneve drejtësisë. Por më tepër, ju vetë përmendët nenin 103.7 të rregullores kuvendit që nuk e specifikon as në manual se pyetjet nuk ka drejt t'i bëj deputeti. Se në fund të ditës për dalë një pyetje duhet parashtrimi dhe duhet logjika
do duhet ketë një logjik për çfarë po i pyesim drejtuesit. Ndërkohë nga ana tjetër, ju përmendët me drejt, madje keni këtu në lozh, keni dy drejtuesit, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme. Të dy bashkë kombinuar në komisionin e ligjeve dhe në komisionin për nisma qytetare kanë qëndruar mbi 10 orë me deputetë të opozitës dhe të majorancës. Nuk kanë pas një problem, janë adresuar gjitha pyetjet nga deputetë të opozitës, kanë dhënë përgjigjet e tyre kur kanë dashur, kur s'kan dashur kanë dhënë sqarimet e tyre dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Nuk kuptoj arsyen se përse ju doni t'i hiqni të drejtën deputetëve të këtij parlamenti t'i adresojnë pyetjet më shqetësuese që kanë sot qytetarët shqiptar, këtyre drejtuesve, 5 drejtuesve të institucioneve më të larta drejtësisë në vend. Të njëjtën kërkesë që të pyes përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë kishte edhe deputeti Tomor Alizoti. Parlamenti është debat. Ne jemi të votuar nga X njerëz dhe duam të pyesim në mënyrë direkte përfaqësuesit e institucioneve. Duhet të pyesim sepse Shqipëria është republikë parlamentare. Kjo ndodh në të gjithë vendet europiane, kjo ka ndodhur edhe për 30 ca vjet në Shqipëri. Pse duhet precedenti i dytë pas atij të parë, dhe precedenti është një element shumë negativ, i cili vlen që anormalitetin ta kthejë në normalitet. Unë dua të pyes përfaqësuesit e lartë të drejtësisë për një vend të padrejtë siç është Shqipëria. Dua të pyes, ju pse e keni hequr këtë drejtë? Ministri për shtetin Toni Gogu ka deklaruar se opozita do t'i bëjë gjyqin krerëve të institucioneve të drejtësisë në parlament. E di ç'a bën një pyetje shkruar, i heq zhurmën Big Brotherit, i heq zhurmën teatrit politik. Këtë bën një pyetje shkruar. Një pyetje shkruar bën gjithashtu dhe një ndarje të kohës në mënyrë të barabartë. Sepse kur e merr titullari i institucionit i cili është përgjegjës për t'ju përgjigjur pyetjes, dhe jo stafet e tij, e lexon njësoj një pyetje të shkruar, pavarësisht se si mundet të teatrohet ajo në sallën e kuvendit. Kështu që ti heqësh fjalën opozitës duke e lënë që sot të bëj 5 orë debat. Sot opozita ka të drejtë të flasi 5 orë, të nderuar qytetar. Opozita sot ka të drejtë flasi 5 orë. Dhe vjen dhe bën teatr sot, nuk më keni lënë që të bëj pyetjen, ndërkohë që pyetjet po të shkruhen mirë, po të referohen mirë me referencat e dura, patjetër që mundet të vendosin krerët e institucioneve për para përgjegjësisë që ata kanë për t'i drejtuar këto institucione. Por çfarë po insinuohet sot? Gjykatës. Sot gjysma e opozitës, që e ka nisur gjyqin ndaj gjykatës, që para një vit e gjysmë apo 2 vjetësh do ta bëj gjyqin këtu, do t'ja bëj gjyqin gjykatës këtu. Do t'ja ngrej akuzat prokurorit këtu. Do t'i bëj inspektimin inspektorit të drejtësisë këtu, sepse do të përpi çdo kompetencë që kjo shumicë i ka dhënë institucioneve të pavarura. Sekretari i përgjithshëm i PS-s Blendi Klosi ka hedhur akuza ndaj opozitës se po tentojnë të prishin seancën plenare, duke vijuar me debatet për çështjen e pyetjeve për krerët e institucioneve të drejtësisë. Klosi tha se PS i beson institucioneve të drejtësisë dhe sundimit të ligjit, ndryshe nga opozita. Logjika është e thjeshtë, përgatisni pyetjet, punoni, përgatisni pyetjet, para që një pyetjet bëni diskutim për pyetjet e bëra. Kjo është e kotë. Ju po të zbatoni ato që keni në plan dhe strategji të bëni. Të prisni seancën për të thënë që nuk keni mundësi të bëni detyrat tuaja. Tani për sa i përket raporti me drejtsinë e re, ne ndarjen e kemi shumë të thellë. Ndarjen me institucionet ne e kemi shumë të thellë. Ne si parti e majt me që e bënë këtë debatin, i besojmë institucioneve. Ju vazhdoni i besoni individit. Ne mendojmë që institucionet e ndërtojnë shtetin. Ju besoni se drejtësia juaj mund ta bëj e individit dhe leadershipi i individit mund ta ngrejë këtë shtet. Dhe për sa i përket përsëri raporteve me institucionet e drejtësisë, kemi qenë këtë sallë. 2007, prokurori i përgjithshëm i asaj kohe erdhi te kjo foltore dhe deklaroi që në rrugën e Kombit janë vjedhur $200 milion me tender korruptiv. Atë ditë u shkarkua. Kemi qenë në këtë parlament, në këtë foltore, kur prokuroria e përgjithshme Ina Rama kërkoi tetonte vrasit e 21 janarit, ai njeri i doli dhe i tha, jo, tha, këtu jam unë, tha, dhe këto drejtësi e bëjun.
Kjo është diferenca madhe ndërmjet grupeve tona. Prandaj ne jemi për institucionin, prandaj jemi për ligjin, prandaj jemi që në këtë Shqipëri të sundoj ligji dhe vetëm ligji. Debatet vijuan edhe me përfshirjen e deputetëve të tjerë mbi raportimin e institucioneve të drejtësisë, teksa në lozhet e kuvendit qëndronin kreu i SPAK Altin Dumani dhe kreu i prokurorisë së përgjithshme Olsian Qela, në pritje për të bërë raportimin e tyre para ligjvënësve.